Okej, pavarësisht se sot stërvitja është full body lower bias, duke qenë se kemi hamstringun çik të dëmtuar, mendoj që edhe sot ta lëm pushim, kështu që kemi për të bërë vetëm leg pressin. Por mbase shtojmë edhe një ushtrim për pupet. Thjeshta për të thënë që okej, bërëm 2 ushtrime për lowerin, pastaj kalojmë direkt në upper body. Nuk dua që ta rrezikoj hamstringun, kështu që e lëm të shklodhet edhe sot, që t'jetë sigurt që javës tjetër e kemi gati për ta. Jo për ta dëmtuar prapë, po që të paktën ta sakatojmë. Pastaj upperi mbetet po një, nuk është se kam për të dyshuar në gjë. Ham mëngjesin edhe we go gym. Okej, këtu herën e fundit me 250 arritëm që të bërnim 3 përsëritje. Tani normalisht duke qenë që kalimi madh nga 240 te 250, nda kisha arritur edhe me 500, pra 245. Po që po mendoj këtë lloj gjëje. Kam përqendruar për i farë kohe te kjo pesha me shumësi. Pra 250, sot dysynojmë për të katërtën, 5, 6, mbas e çojmë edhe deri tek e 8-ta, po që do shikoj edhe këtë lloj gjëje tjetër, faktin e kalorive, sepse me kaq kalori sa po marr tani, e shoh që në disa ushtrime kam mbetur në vend, te disa po përparoj. Mund të jetë edhe fakti që okay, i çoj deri në dështim edhe kjo nuk është gjë e mirë se dihet që kjo do ndikoj. Po, se di, më thënë, shikoj njerë me kaq kalori sa po marr. Do përparoj të kjo gjë. Qofse ngec, do rrit që kalorit me një 200, e shikoj pësa e shoh. Kështu që ky është plani. Për sa i përket seteve të nxemjes, po një lloj, bëjmë 3 sete nxemje dhe pastaj kalojmë top set. Here we go, seti parë. Okej, rrisim çik peshën. Holy shit. Okej, Nacho. Gati për top set. Donë se kalimi nga 200 dhe 250 që mund tjetë që i madh. Dhe bëj fillë shtetin nërës tjetër. Mase që i më rëndë. Nese. Okej. Ky top seti është që i friction. Edhe sa vjen edhe ku shikoj logbookun them fuck, me këtë pesh duhet bëj kësaj ere më shumë. Është mbreslen se të njëjtën kohë, po është edhe e frikshme. Imagjino, ku e dion, qofse arrin 300 kg, flas të ky lloj leg pressi që është 45 gradë, edhe bën gladion 5 përsëritje, dhe duhet vish herës tjetër çikosh. Fuck. Që është përsëritje, duhet përprish. E frikshme, nejse. Okej, synoj për të katër Nacho, nuk i diet asnjëri domethënë. Here we go.
pse më poshtë në dot. Sa e rënd që është qeja. Imagjino, sa që fillojnë të dalin fishek zjarret e syri, aq e rënd bëhet. Po që me shumë mundësi herës tjetër mas e nxjerrim të katërtën edhe përparim tek e gjeja. Shihemi tani, nuk besoj t'i bëj pulpat, kështu që shihemi direkte upper body. Sa të dal nga këtu. Okej, herën e fundit tu me 100 më duket i nxorëm 6 përsëritje, mos ka bofsha. Nuk kujtohet saktë, do të shoh lëk bukur. Po që bëjmë 2 set e nxemje edhe sa kalojmë top set. Okej, me një set nxemje tjetër. Okej, filler set, dhe saj kalojmë top set. Okej, gati për top set. Okej, herën e fundit tu, me 100 të arritëm që të nxjerrim 6 përsëritje. Kështu që normalisht mendova që të arris me një 2.5 shep. Edhe kam për të mbajtur pak a shumë të lloj peshe. Edhe se di, mas e synoj që të nxjerrte 8 përsëritje me 102.5 shep, po të shikojmë si që dash. Nice. Provojmë top setin. Okej, e rënd që. Plus që të gominat, plus të strapsat me lëkur, është një kombinim që nuk shkon. Fillon të freskët gjë. Gjithsesi, 4 përsëritje e quajmë edhe progresojmë herës tjetër. Kalojmë incline chest press. Okej. Tu rutina zakonshme, bëjmë 2 set e nxemje, pastaj kalojmë top set edhe me shumë mundësi bëjmë një back up set. Here we go. Okej, bëjmë një set nxemje tjetër. Gati për top set. Another beast we need to slay. Normalisht prap sot nuk është se jam confident, kështu që tam poshtë një më shumë të, po gjithsesi synojmë gjithmonë për më të mirën. Synojmë për përparime gjithmonë, synojmë për përmirësime gjithmonë. Here we go. Top set për 4, inshallah.
Nope. Kjo. Leg pressi sot. Edhe ti barin base, ti barin me inkrementet vogla po e rrisim, po kjo leg pressi sot edhe kjo shtrirë jam bërë si muret pak ka përzyeshme për momentin, sa që kur ta ka përzeja dhe mur do e festoj në një super vakt me shumë mundësi. Nese, bëjmë një back offset edhe pastaj kalojmë circular pull down. Okej. Back offset herën e fundit me 45 lidhen që nxjerrim 4 përsëritje. Synojmë për të pestën dhe këtu. Ndonë se ajo e para na e mori jetën, na shkaktoi një lodhje të frikshme, por që s'ka gjë. Synojmë gjithmonë për më të mirën. Here we go. Back offset me 45, synojmë për 5. Sa rënd që është gjeja me bërë. Okej. Pakën përparuan të back offsetit. Kalojmë të circular pull down. Okej. Bëjmë edhe këtu 2 sete nxemje. Dhe pastaj kalojmë të offset. Okej. Bëjmë një set tjetër nxemje, kalojmë top set. Okej, bëjmë edhe këtë format set, filler set, edhe kalojmë top set. Okej, gati për top set. Okej, në top set herën e fundit këtu me 67.5, arritëm që nxjerrim 6 përsëritje. Kështu që normalisht derisa të marrim ose më saktë derisa të kapim të disa tjera, të paktën 4 përsëritje, këtu nuk kam për të arritur peshën, se nuk duhet t'i me disa shumë para dhe të disa mbeten mbrapa, duhet pak a shumë që gjithë ushtrimet i kem deri diku aty afër. Mund tjetë diçka e gabuar keq apo, po gjithsesi. Nuk kam për të arritur peshën kësaj here, e rris maksimumi kur të kap 8 përsëritje këtu. Synojmë për të 7 kësaj here. Here we go. E prishëm që këtë e para, se si ishim rrat. Nese, jo keq. 4 përsëritje i quajmë gjithsesi, sa ato 2 të parat s'po i quajmë qenë se ishin keq. Kalojmë lateral raises. Okej, bëjmë tek set në nxemje këtu, edhe pastaj kalojmë top set. Gati për top set.
Kemi 60, kemi ngecur të 6-ta. Normalisht herën e fundit për pak fare desha kapëm të 7-ën, kështu që me shpresë inshallah se mos e kapim tani. Synojmë sot me 60 për të 7-ën. Here we go. Sa e rëndë është gjë. Okej. Jo keq. E kapëm të 7-ën këtu. Bëjmë se të e shtrit që janë fund, edhe me që këtë ndina e krau. Nëse, kalim për që krau. Okej, bëjmë tek set nxehemi me 17.5. Synojmë përsa në top set për 4, edhe përsa bëjmë një back off set, qoftë se arrim dot. Okej, gati për top set. Okej, që është rëndë. Okej. Tek incline thash, ajo shtrirë, leg pressi sot, masadeti bari janë bërë një mur pak kapërcyeshëm. Edhe kjo është bërë një mur i pak kapërcyeshëm. Shumë e vështirë përparosh. Dhe është habitshme, se për shembull, nëse me 20 kg për shembull arrishet nxjerr 6 përsëritje, këtu me zi po kap të 4-tën. Edhe që tregon faktin që imagjino një inkrement i vogël, domethënë po varet ku e bën, se për shembull, le të themi nga 240 që kalova te leg pressi, po ti vija 242.5, nuk është se do ishte një kalim i madh. Mund të nxjerr edhe të njëjtat përsëritje që nxora. Se këtu për shembull një inkrement i tillë është goxha i lartë, edhe nuk e di. Mase në ishe mirë për shembull që ta provoja një me 20, po këtu s'ka dhe nga ato pllakat e vogla që janë 1 kilshe, ta progresoja nga ato, se ishe keq për shembull, derisa ta arrija prapë te kjo. Po që s'kemi çfarë bëjmë. Kalojmë direkt te kjo. Provojmë top set për 4. Fuck. Mendova sikur këputa bicepsin, holy shit. Okej, Nacho. Nuk e di, do shikoj. Kjo mendoj ka qenë me hile. Do shikoj klipin edhe nëse është bërë saktë apo jo, po që shlodhemi çik do të bëjmë crown and might. Okej. Crown might. Shit. Fuck yeah, Nacho, fuck yeah, përparu dhe këtu. Fola para kohë. E ka përdzym një mur deri tani. Presin ka përdzim muret e tjera tani.
E bëjmë një back offset. Okej. Back offset nuk vetë herën e fundit bëra me 17.5 9 përsëritje. Se 9 në gjithsesi, whatever. Here we go me dorën e djathtë. No. E dhjeta. Yeah, it's too fucking hard. Shlodhemi qike dhe bëjmë krahun e majtë. Krahun e majtë në që. Kalojmë Carter extensionin. Okej, bëjmë një set nxemje kështu, dhe pastaj top setin e bëjmë elastik. Okej, edhe krahun e djathtë. Okej, gati për top set. Okej, Nacho, të çojmë deri në ndërshtim. Here we go. Dora e djathtë. Shumë vështirë. Okej, shtallemi çik bëjmë dorën e majtë. Okej, dora e majtë. Yeah, fuck. Po të paktën profilin e rezistencës, kjo gjë e ka të mirë, se siç e thash, mua më shumë këtu më dhëm tendina, ku që këtu s'është më dhëm. Që kjo gjë është fiks fare për rehabilitim, se mu këtu s'më dhëm, përse bëhet e vështirë atje në fund. Nese, marrim i tapetë dhe bëjmë muskujt e barkut dhe mbyllim për sot. Okej, me qenë se normalisht kemi çik dhimbje të vazhdueshme tek flaga, nuk po rrezikoj top set me 85 zakonisht, e ula çik, i futa 70, nuk po bëj warm up set, thjesht bëj një set sa për të thënë që okej, bëj muskujt barku. Sa për të gënjur veten nga janë se efektive, se dihesh apo jo, po që kjo fatkeqësi që na ndodhi
Kjo fakesi që në ndodhi. Nëse, s'kemi që di bëjmë. Në shumë si do e kemi të tërë jetën këtë dhime kështu. Here we go, Nacho. Bëjmë një set afër dështimit me këta. Qëmë se s'na dëmë. Okej. Filloj na dim të qik prapë se prapë. S'kemi që t'i bëjmë... Nese, ka ishe së video për sot. Normalisht, hapësira tje për të pozuar është e hapër, për që këto ko video t'i kam bërë pa posing. Kismet themi më vonë me posing, edhe qatë tjetër. Me kismet shpresojmë që javës tjetër në rrëdhe hamstringun që të bëjmë hamstringun. Nuk e di, s'besoj të kemi ndryshime, po që gjithsesi do shikoj një video të këtë që qa mund bëhet më mirë. Edhe, ka ishë në që. Shihemi në workoutin e radhës, ju që ja dolet të shihni video dhe në fund, na nderoni me një koment, si gjithmonë. Nëse ju pëlqen ky lloj stili, sigurisht bëni share që të na ndihmoni me algoritmin. Kaq.